Mirëmbrëma Nxhiro me Syçin. Tema që do të diskutojmë sonte është sigurisht konflikti Iran-Izrael dhe roli i Shteteve të Bashkuara për të shuar këtë konflikt. Dhe siç dim, nga sot u arrit marrëveshja e paqes, por bombardimet kanë vazhduar. Presidenti Donald Trump i kërkoi në Twitterin e tij Netanyahu që mos të vazhdoj të presi bombardimet se përndryshe do të ketë pasoja. Në një kohë që këto gjëra mund të zgjidhen në rrugë diplomatike, ai e bëri në Twitterin e tij, pse e bën këtë, dhe për të gjitha lëvizjet gjeopolitike që po ndodhin, vëmendja e fuqive të mëdha, po edhe shteteve që janë në këtë rajon, por edhe më gjerë, për të parë se si do të ndryshojë gjeopolitika botërore në këtë luftë nëse do të vazhdojë. Do të diskutojmë me analistin dhe gazetarin Arben Andoni. Edhe emrin të harroj të ju. Ben Andoni. Bene, si mendon ky konflikt i ndezur, ku po diskutohet që do të jetë fillimi i një lufte botërore dhe papritur, me 2 bombardimet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk dim akoma, ato thonë jo se i kanë transportu këto materialet nukleare, bëhet një marrëveshje armëpushimi. A mendoni se e gjitha kjo ishte një gjë e kurdisur, apo është vërtet një konflikt dhe çfarë impakti do të ketë, dhe a mendoni se do të kemi një paqe të vazhdueshme? Është e vështirë për të thonë që mund të ketë një paqe të vazhdueshme, për shkak të fuqisë të paktën morale që ka në botën e Islamit shit Irani dhe shupeshën që ka Izraeli. Po ka qenë shumë e rëndësishme përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përfshirja në një moment kur ata duket sikur janë vendosur jo të detyruar, se nuk mund të thuhet dot për Shtetet e Bashkuara të Amerikës të detyruar, po përpara një fakti të kryer. Unë besoj që autoritetet e tyre patjetër duhet ta dinin shumë mirë, por kuptohet që zoti Netanyahu ka shkuar shumë sipër, ka shkuar jashtëzakonisht sipër. Shumë larg. E para për arsyen e vetme që nuk njeh limitet e vendit të tij, dhe këtu nuk kam përshtypjen e limiteve të kapaciteteve ushtarake, por të limiteve historike. Çdo vend duhet të ketë parasysh në jetën e vet limite historike, të paktën pararencet e Iranit kanë pasur limite historike. Ka bërë përshtypje një intervistë e fundit e kreut të Mossadit dhe ambasadorit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shumë vite, dhe njëri shumë special, i cili jo thjesht ka qenë kritik dhe vazhdon të jetë kritik me zotin Netanyahu, po gjithmonë ka përdorur këtë element që në momentin kur ketë hapur një vatër, siç është vatra e gazit, gjëja më e rëndësishme është të marrin njerëzit tanë të gjallë apo të vdekur dhe pastaj të mendojmë për të ardhmen e vendit tonë. Po, dhe kjo logjike. Është logjike, keni drejt. Ndërkohë që zoti Netanyahu, që ju e dini në këto momente përballet e para me shpalljen e tij jo të padëshiruar, po që është nën hetim nga gjykata ndërkombëtare. E dyta, vazhdimisht ka krijuar probleme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politikën e re të zotit Trump. Dhe e treta, në rajon, në një vend i cili bëri me shumë vështirësi marrëveshjet abrahamike, ju e dini që u bë marrëveshje Izrael, Arabi Saudite, me gjitha vendet me radhë, dhe u fashit deri diku problemi Palestinës, në sensin për të gjetur një zgjidhje edhe Izraelit, kokave të ftohta, u duhet një marrëdhënie e tillë. Krejt papritur ndodhi ajo që ndodhi. Zoti Trump pak besoj ju e dini më mirë sepse vini nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pjesën ekzibicioniste të tij, me individ që nuk din t'i thonë jo, mori përsipër që të çonte diçka më shumë të aksion, por se nga ajo që kuptuam, pam një Iran jo të përgatitur për këtë lloj sulmi ndaj fuqisë më të madhe të botës,
dhe e dyta të përgatitur. Asnjë nuk është i përgatitur për Asnjë. të lloj sulme. Keni drejt. Keni të drejtë. Amerika mund të ketë, po në Po. fushën e armatimit, ushtrisë Po. është një 100 vjet larg para Po. gjithë. Por keni parasysh ishin të përgatitur për atë që ju thatë në fillim të bisedës tonë, zhvendosjen e masës së uraniumit të pasuruar 400 kg në hapësira ku nuk dihen. Kemi një problem tashmë me moralin, përgjegjësinë dhe forcën e agjencisë TOKB-s që merret me kërkimin bërthamor. Ju dini që në botë ka një traktat për mos përhapjen e armëve bërthamore dhe Irani e ka të firmosur, por nuk e ka ratifikuar. E ratifikojnë fillim, pastaj është tërhequr, ndërsa Izraeli jo vetëm nuk e njeh, por dhe patjetër nuk mund ta ratifikojë. Dhe këtu ka një problem shumë të madh. Duket që nga kanale ndryshme Irani ishte i mirë ditur për këtë hap. Por ajo që ju bët një parashtrim interesant në fillim për mendimin tim, është që një regjim i tillë teokratik, mbas këtij sulmi që ishte gati, të themi, afër, të themi, apokalipsit për ata, sepse njerëz të cilët e kanë dëgjuar thonë që shpërthimet kanë qenë të tmerrshme. Realisht ndihmuan apo jo për ta ndryshuar regjimin, apo ndodh ajo që ndodh në disa vende të tjera, që sulme të tilla i bën që regjimet të forcojnë, e forcojnë në mënyrë indirekte. Ka dy tezet. Rrëzimi i regjimit nga jashtë, sjell një forcim edhe vetë popullit brenda atij regjimi, megjithëse e ka kundërshtuar. Dhe tjetra është edhe ajo që ndodhi në Irak, ju mani mend. Dhe tjetra është më mirë rrëzimi nga brenda. Qartë. Mirë, po në këtë situatë duket sikur për një moment ky u forcu, fitoi kohë. Fakti që arriti edhe këtë marrëveshje paqe. Që është marrëveshje e madhe. Që nuk më duket se do të jetë një marrëveshje permanente ose afatgjatë, nuk më duket. Por në anën tjetër ju përmendët diçka shumë të mirë për Netanyahu, kur ti ke një problem si rripi i Gazës dhe ke këtë çështje primare, ti hap dhe një front tjetër. Ty tash nuk po diskutohet më për rrypin e Gazës. Ashtu siç edhe në atë summitin e Kanadas ishte në agjendë për Ukrainën dhe hiku supermen Ukraina ishte doli Irani. Tash Shtetet e Bashkuara, a mendoni se duke bërë një ndërhyrje të tillë në Iran, janë vënë gatishmëri Rusia, Kina për Tajvanin? Sepse tash ka rrapë mendja këtej. Ukraina u harru fare pastaj. Dhe a do të zhvendosen, a ndoshta mos po krijohen harta të reja gjeopolitike në botë? Më vjen mirë që e hapët këtë plan. Po ju parashtroj diçka në fillim të viteve 90. Një njohës i jashtëzakonshëm i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe në mos gaboj edhe sekretari i shtetit Tikund ose këshilltar Zbigniew Brzezinski ka qenë këshilltar i presidentit Carter, i sigurisë kombëtare. Shumë njeri i zotit dhe konservativ. Shumë i zotit. Dhe ai ishte një nga faqi po pres, po Brzezinski ishte i djathtë dhe kur e mori Carteri, i tha, tha do marrësh mua. Jo, ai që mori Carteri, që ishte, ja kam harruar emrin e maj tash, i tha se si funksionon ta them këtë bota e qytetërume. I tha, faleminderit, tha, po ti duhet marrësh edhe një krahun tjetër, tha që është Brzezinski, tha që ti një gjosh të dy krahët. Qartë. Është logjika si mund të funksionojë një perandori. Perandori, po. Dhe interesant ka qenë përshkrimet që i ka bërë për dekadat e ardhshme. Dhe ai gati e paraqiste në një sens gati geometrik zhvillimet ndërkombëtare dhe që parashikonte realisht një forcim të Iranit, një forcim të Kinës, forcimin e asaj që do ngelte nga Rusia dhe pllakat tektonike që gjithsesi me interesat e tyre do bënin ta zhvendosnin peshën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe realisht në këto momente
dhe po ndodh. E para që Irani i ka asistuar Rusisë dhe tani në këtë moment vizitën e dytë që ata bën përfaqësuesit e Iranit ka qenë në Moskë. Domethënë mbas takimit me dy ministrat e jashtëm të Europës, takimi i dytë ka qenë në Rusi. Po në Rusi, kur shkon të takohesh, shkon direkt që të kesh pjesën e mbështetjes për luftë. Dhe unë besoj që nga qëndrimi që mbajti Rusia, u kuptua që Rusia ishte një lloj garanti dhe një pjesë e bashkëpunimit. E përmenda zotin Brzezinski sepse realisht teoritë e tij po dalin, që do të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet luftojnë jashtëzakonisht për interesat e tyre. Ka një qasje interesante tashme që po ndodh në Azi. Tajvani gjithmonë më shumë po dobësohet, madje kam dëgjuar dhe një pjesë e investimeve që janë në vend kanë filluar të zhvendosen, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan vende të sigurta për mikrochipet e tjera. Dhe është fat, po mendoj dhe për ne që jemi i quajmë aleat strategjik dhe që mbështetemi në çdo gjë për ta. Ndërta, duket që pesha e Tajvanit për sa i përket ekonomisë ka filluar të bjeri dhe pesha e Kinës, sidomos në detin e Kinës jugore, ka filluar të rritet dhe atje kalon 26% ekonomisë botërore të paqësorit. Dhe duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të jenë gjithmonë më afër këtij teatri dhe besoj në qoftë se gjatë presidencës së zotit Trump, po dhe pak më vonë, amerikanët sa më afër të jenë në këtë teatr, se unë besoj që Irani dhe po më la dyja shpjegoj pak më vonë, ka shumë qasje interesante me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besoj që në qoftë se autoritetet e Iranit do arrin ta kapin këtë mesazh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besoj do kenë të bëjnë me partneritete shumë interesante. Pse o thash pak më parë? Personalisht kam qenë 3 herë në Iran. Një herë kam qenë vëzhgues, një herë kam qenë në një aktivitet kulturor dhe një herë me disa studentë. Dhe më ka bërë përshtypje kur isha vëzhgues, më lanë në pjesën kristiane me armenët. Aty ka një komunitet shumë interesant armenësh. Si trajtojnë? Jashtëzakonisht mirë. Kishin një kishë shumë të madhe në mes të Teheranit. Por t'ju them, atje ka dhe komunitet jo të vogël hebrejsh në Iran. Dhe çfarë është interesante është që në një takim me një shkencëtar biolog kam qenë shumë interesuar ta pyesja për rrënjët e urrëties paçka se ne e dim që ka filluar në vitin 79. Dhe më ka treguar një ide shumë interesante. Ushtria jonë, tha, është ushtri që në thelb ka modelin amerikan. Sistemi jonë shëndetësor, tha, që ju e dini, tha, mua është nga sistemet më të mira në botë, ata dhe Kuba kanë sisteme shumë të mira shëndetësore, qoftë për mjekimin, qoftë për diagnostikimin, po qoftë dhe për ilaçet, është model amerikan thelb. Sistemi pensioneve, më tha mua, është sistem amerikan. Sistemi shkollor, tha, që prap arsimi jonë është i patëmet në sidomos në këtë hapësirë. Arsimin perëndim ka problem, sidomos Shtetet e Bashkuara, ka ramje. Po. Më tha është model amerikan në thelb. Më thuaj, tha, ku janë rrënjët në thellësi që ju mundoheni të gjeni? Ne nuk kemi, është politika që percepcion është në vitin 79. Në vitin 79, mbajtja e pengjeve amerikane në Iran ka qenë e paimagjinueshme për Amerikën, sepse ti nuk mund ta sfidosh me përçmim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika të respekton kur ti je përballë me forcë, po jo me përçmim. Dhe Irani këtë kaloi sepse në vetdijen e Iranit është që është një vend perandorak. Dhe në vetdijen e njerëzve ishte. Ka qenë, por prapë është vend i fuqishëm, është me pasuritë mëdha nëntoksore. Ka 10% të rezervave të naftës, 15% të rezervave të gazit. Madje fundoret e gazjellësve të tyre janë deri afër territorit tonë, ka shkuar deri në Greqi. Dhe gjitha këto e bëjnë shumë të qasshme, edhe ato projekcionet që ka pas zoti Brzezinski, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bëjnë atë që ka bërë Anglia, Gjermania dhe Franca, me njerë kur filloi të binte kjo pjesa e korracës i Iranit, ata kanë zhvendosur shumë
investime në Iran. Dhe unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e vëmendshme për zhvillimet e saj. Dhe uroj që zoti Trump me atë pjesën e zgjuar të pjesës ekonomike ta zgjidhë dhe ta paqësoj këtë. Dhe një sinjal për këtë që besoj ju e keni ndjerë se e thatë në mënyrë ekuivoke në fillim që s'kuptohet është kështu apo jo, ishte me të vërtet keni kapur esencën. Ata e lanë Iranin që të bënte edhe kundër veprimin, domethënë nuk e lanë të përçmuar, sepse goditi bazën më të madhe në Katar. Dhe e paralajmëroi. Po ndërkohë që ishin paralajmëruar kohë më përpara nga burimet e Iranit. Dhe gjën që nuk fal zoti Trump në këto momente, është futja e Izraelit në pjesën e egër të themi të kësaj marrëdhënie. Që thotë shtukuni atyre për 12 orë do u shtukim me kështu. Dhe besoj që uroj të paktën që racionalizmi të mbysi kokat e tepërta, sepse më falni t'ja them dhe këtë, vendet të cilat çojnë pasurimin e uraniumit deri në 60%. Ju e dini në pjesën ushtarake duhet të jetë deri 90-92%, ndërsa për pjesën civile është vetëm 3.45 ose diçka e tillë pasurimi i uraniumit. Irani ka shkuar 60%. E bën që është një vend i cili do ketë kanale plot që t'i marrë. Ka Rusin, ka Pakistanin që është një vend që ta jep gati ose Indin. Dhe besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë logjik po ndjekin tash. Që këtë vend ta kenë në një lloj administrimi, po dhe amerikanët e dinë shumë mirë që Irani është vend i ardhshëm që do të ketë armën për ta marrë. Po me këtë ju po leni të kuptohet beni ajo që tham pak më parë që po zhvendosen interesat e Amerikës. Po zhvendosen tash gjithmonë kanë qenë këtë zonë, po tash po hyr lojë Irani të tjera dhe po mendon se do të toleroj Kinën, po mos harrojmë që në anën tjetër edhe Kina është futur në Iran. Kina është në Indi, Kina është në Pakistan. Pra, po bëhet një luftë kush kapi këtë zonë. Keni drejt, por Kina mundohet gjithmonë të bëjë atë pjesën e fuqisë butë. Është pjesë edhe strategjisë. Mundohet të mos hyjë në luftra. Dhe po mundohet të sundoj me ekonomi. Me ekonomi dhe të paktën me ide tash të Konfucit që ata i kanë futur në politikë. Po ndërkohë shumë vende kanë parë që kanë vetdije që mbas investimeve kineze, mbas qetësisë kineze, fillon fortuna që një pjesë e parave që kthehen janë me kamat shumë të madhe. Dhe ne kemi një vend shumë të vogël në veri, Malin e Zi, që ishte gati duke falimentuar. Ka pasur vende të tjera që janë në barrën shumë të madhe të parave. Dhe vetë Amerika është në borxh të madh me Kinën. Po ata e din vetë si e manovrojnë atë pjesën e borxhit, e kupton është. Jo, edhe investitorët shumë kinezë janë, sidomos në real estate tash në kinezët e ke gjithanin, Boston ku janë ke vetëm ndërtime kinezët. Domthon dhe këtu vjen ke ajo që thot Brzezinski, që dhe kjo ka ndodhur me gjithë prandorit, domthon duke u përqendruar shumë thot ke ushtria, saqë buxheti ushtarak shkon ajo që ndodhet me Rusin. Buxheti ushtarak han vetveten dhe ul nivelin e jetesës dhe ul shumë në shumë fusha tjera si shkollimin e tjerë. Mos ndoshta me gjithë se ka një fuqi të madhe ushtarake, Shtetet e Bashkuara duhet të krijojnë dhe këtë balancën e ekonomike, sepse inflacioni po shkon i lart, interesi po shkon i lart, tash ky dha urdhër për çështjen e gazit që në asnjë mënyrë mos spekuloni me ngritjen e gazit dhe nuk u ngret fakt. Po ka një ju e keni parë dhe ju e tonë atje. Ka një mekanizëm shumë të madh Amerika që sado që unë nuk e besoj më që Amerika është një vend tashmë mbi 90% demokratik, atje funksionojnë institucionet. Shikoj tani përballjen e zotit Trump me institucionet, me Kongresin, me gjitha. Shqetësimi i republikanëve tani është që do humbasin shumë për shkak të Senat dhe Kongres për shkak të humbjes besimit që zoti Trump bën lëvizje të pa kontrolluara, të pa menduara dhe nuk ka kolegjialitet. S'ka kolegjialitet. Po ka për shembull ajo që thatë ju ka vetëm yes men. Deklarata e sekretarit mbrojtjes ishte e turpshme.
Nuk e bën. Kam përshtypjen ju e njihni Amerikën më mirë se unë, po unë besoj që ai Jo, mund jo, të njohim jetë një gjithsesi, nga s'është problem. sekretarët e mbrojtjes më të dobët. Jo më të dobët, po është historisë domethënë katastrofë, nuk sepse vetë Amerika është superfuqi absolute sot Po. mod. Po nuk mund të flasë si një sekretar mbrojtje, domethënë të kujtojnë ato çapaçulet e Enver Hoxhës, Haxhilleshin, e Qartë. Shevket Peçin që shkruajtë poezi, kur flet Trumpi bota duhet mbylli gojën, nuk është në kulturën amerikane kjo. Qartë, keni shumë drejt. Nuk është kulturën dhe kjo është e frikshme pse vendimet ai merr pavarësisht sepse institucionet janë të forta, apo disa vendime për shembull, shumë ishin kundërshtim me bombardimin që i bëni Iranit. Po, Sepse besoj, mendon pavarësisht mund dali për mirë, të shohim si do shkojë kjo paqe, po nuk e ka ky vet, nuk e ka atë kolegialitetin. Nuk mendohet gjatë, domethënë Që besoj zoti Xhemalia që na bën përshtypje është që njerëzit e departamentit të shtetit duhet kishin një lloj finese që zakonisht në fuqinë shumë të madhe të Amerikës ata ekuilibronin jashtëzakonisht me marrëdhëniet ndërkombëtare. Me një lloj finese, me një lloj kujdesi në qëndrim, në evidentimin e problematika, për shembull, gjërat që ata kanë thënë për Shqipërinë janë gjëra bazike, qoftë për drogën, qoftë për ekonominë, qoftë për shqetësime. Po këte bënin individ të cilët i shikonin problemet me dekada përpara. Shikoj tani zotin Rubio në shumë momente mundohet të bëjë të fortin, por nuk më duket. nuk është diplomaci. Nuk është diplomaci. Nuk është, jam plotësisht dakord, por këtë ta bona Dhe vetë. për shembull më bëri përshtypje Një administratë shumë arrogante. Po, edhe në qëndrimet atëre që mbajtën ndaj Zelenskit. Nuk mund Nuk mbash ka ndodhur në historinë e Amerikës ajo. Nuk ka ndodhur që të merret një atje je mik edhe të fyhet në shtëpi të bardhë edhe në publik, se mund bëhet në dhomën e valet mbyllur. Problemi ishte, ju e pa dhe besoj duhet ju këtë bërë përshtypje që edhe pjesa e enturazhit të gazetarëve dhe kështu kishte ndryshuar jashtëzakonisht. Do të thënë, ka ikur edhe finesa atyre gazetarëve dikushëm që ti shikoje me respekt, ose të paktën nuk ishin kaq jesmena mbas edhe ndaj presidentit të vendit e kështu. Me që e solle median, kisha një pyetje në lidhje me median. Kjo është e vërtetë që media tash është bë biased në Amerikë dhe ka humb ramje të madhe besueshmërie nga të dy krahët flas. Ndaç Fox njëri ka bosi si me qenë syrin ne tu, ajo tjetra është bos CNN, nuk ka mo një media serioze ose ka shumë pak gazetarë që janë besueshëm, po edhe ato po largohen, siç ishte Koma për shkakun që e larguan për çështjen e vllajt, por që ishte një gazetar që majte qëndrim të ekuilibrum, nuk pavarësisht se ishte liberal si natyrë. Dhe problemi është, a mendoni se media po lu një rol negativ në dizinformimin dhe në atë situatat që i krijon si alarmante, nuk po paraqet një realitet dhe nuk po paraqet një interes publik. Po mendoni për Shqipërinë apo? Jo, po mendoj për botën, se kështu në llogarit neve. Për në Amerikë, realisht jam i shqetësuar. E para se janë shqetësuar edhe në Amerikë për çështjen e medias. E para për mungesën e informacionit të dur, e dyta për parashtrimin e shumë problematikave, dhe e treta për mënyrën gati përçmuese që flitet për vendet e tjera. Është shumë shqetësuese që për vende që kanë një lloj peshe historike, pa çka drejtimeve që kanë marrë, teokraci dhe tjera, të flitet me një lloj përçmimi si satana. Kuptohet, kjo ishte gjuhë që e ka përdorur Ahmadinejadi, një nga presidentët më famkeq të Iranit dhe shumë problematik, por se nuk i përshtatet nivelit të sotëm të Amerikës. Pse ju përmenda një element më përpara. Unë besoj Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë burime shumë më tepër sa burimet që ka zoti Demalia dhe Belandone. Dhe ata e din shumë mirë që në Iran, në Teheran, respekti që është në Shtetet Bashkuara të Amerikës
është respekt që i kalon për masat. O, E që nuk ka nevojë, po patjetër. Madje t'ju them një element shumë interesant. Ata në kohën, unë kam qenë për herë të fundit para 9 vjetësh po në si ka Moskë. mundësi në aparencë është kjo urrëtie, kjo. Ata kanë Dhe kjo, i kanë ky të ndaluar mediat. do të tash janë dhe fakte. Irani ka Kjo djeg mbahet- flamujt te Kjo ka mbahet nga pushtetarët, por individët individet. mundohen që ta thyen atë, ju e mbani mend Kanoçën e famshme, ata kanë një lloj CD-e që e fusin dhe i shikojnë kanalet, i downloadojnë gjithë filmat amerikan. Për shembull, t'ju them, nuk është më kot që artistët e Iranit, pa çka se një pjesë janë gati janë disident. Një pjesë atyre marrin çmimet kryesore në botë. Nuk ka vit që ata mos marrin një nga çmimet kryesore në Cannes, Venecë kështu. Përveç sa po them për pjesën bashkëkohore. Kurse pjesa pastaj t'ju them historike është e paimagjinueshme. Ma besoni është e paimagjinueshme. Ka një nga qytetet më të mëdha antike të botës që e ka djegur Aleksandri i Madh, Persepolis, e tjera. Po pse u thashtë, në thellësi të tyre ka shumë respekt për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje në universitetin e tyre Kjo është shenjë mirë, shenjë shpresë. Absolutisht, flasin anglisht e shumë të mirë. Po, Dhe flasin anglishtën Amerikës, jo anglishtën British. ja. Dhe kjo tregon që qasja atyre është qasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është vetëm politika e cila duhet të bëj këtë hap në madh. Megjithatë, Qofse do ma lejoni këtë kjo është pak në pjesën gjysmë të humorit. Ambasadori i fundit i cili u përzu nga Shqipëria ka qenë një nga njerëzit i cili ishte në bisedimet e Iranit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mandatin e parë të zotit Trump. Dhe ishte më duket o ambasadori këtyre, o e prori këtyre në ambasadën e Iranit në Shtetet e Bashkuara. Dhe është larguar non grada nga Shqipëria, pastaj u përzun gjithë ata mbas asaj që ndodhi. Dhe një moment ka thënë diçka, nuk e harroj, që është çështje kohësh kur ne mos ta rregullojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po gjën që do t'ju them, thoshte, ishte që gjithë njerëzit që tani na ruan dhe na friksohen se duan ta mbajnë mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mos të rinë me ne, do vi momenti që do luten të vinë me ne, sepse ne është çështje kohësh dhe ne do rregullojmë prapë me Shtetet e Bashkuara. Jam i prirur ta shikoj pozitivisht për shkak të potencialit ekonomik që ka Irani dhe për shkak të interesave që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E diçka, Irani është e pror i vendeve shia. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrëdhënie shumë të mira me sunitët, që është Arabia Saudite dhe vende të tjera. Po shia është një qytetërim vërtet shumë interesant. Jo thjesht se prej Farsit dhe prej kulturës perse që ka Irani, po peshës shumë të madhe që ka bota shia. E para që ka një lloj idealizmi religioni dhe ideologji religioni shumë besnike. Po nga ana tjetër janë shumë më modern se sa sunitët për sa i përket Islamit. Po. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur mendon që janë 1 miliard e ca shia, bashk sunit dhe shia, patjetër që do i duhet ky lloj bashkëpunimi. Uroj që në administratën amerikane ta shikojnë, domethënë, me kujdes. Beni ju sollët të që janë shumë të moderu me njërën tjetën modern. Dhe kjo është e vërtetë, se në kohën e Shahut, Irani po të shofësh, edhe filmimi ishte si Amerika, si perëndimi, si Europa perëndimore. Shifi fotografi, shifi filmimet asaj kohë. Tashti, si ka mundësi ky modernitet me një regjim autokratik, teokratik, si ka mundësi të kthehet në një dark age, në një mesjet, me mënyrën e jetesës ku nuk respektohet femna, ku nuk lejohen gjonat më elementare, lirit më elementare. Nuk është tamam ashtu. T'ju them diçka. Imazhi ky është. Në Iran ka zgjedhje. Po
modeli zgjedhje për shembull mua më ka çuditur se votonin bashk. Po kishte zgjedhje. Ne ishim një server shkusish, kishte francez, kishte gjerman, kishte italian, british, shumë se Anglia ka shumë lidhje me Iranin. Dhe Anglia ka qenë ka qenë lidhur. Madje kanë pasur dhe Anglo-Persian, ka qenë Anglo-Persian që është kjo sot e oil quhet kjo. Po. Dhe funksionojnë kanone demokratike për sa i përket deri në nivelin e pushtetit lokal, po edhe në pushtetin qendror ke presidenti. Ndërkohë, një pjesë arkitekturës të Teheranit është jashtëzakonisht moderne. Jo thjesht sepse ata kanë një ose dy nga arkitektët më të mëdhenj të historisë botërore të shekullit të 20 deri tani, por po ta shikosh, kanë zhvillime jashtëzakonisht moderne. Veç se kupola, teokracia që është si byroja politike që i vendosesh presidencës, Haxhi Lleshi ishte thjesht një kukull. Por Haxhi Lleshit i vinin në telegramet, nuk i vinin në Enver Hoxhës. Dhe fuqia Enver Hoxhës ishte dhe mbi ekzekutivin dhe mbi presidencën. Pa çka se ju e dini që për burgun ose për dënimin kapital duhet firmos Haxhi Lleshi. Po me gojë thoshte Enver Hoxha që Iliri dhe Beni dënohet, ndërsa ky tjetër do shpëtoj. E tillë është në Iran. Fuqia e teokracisë është e paimagjinueshme. Femra ka liri relative. T'ju them një element për shkak që prapë do të befasoj. Unë për shkak kam hasur në zgjedhje pjesën e opozitës në Iran. Dhe për shkak një element opozite që bënin ishin vajzat i lyenin buzët me blu. Me blu. Dhe shamia, t'ju them një element tjetër, ndryshe nga sunitet e tjerët që mbahen, shamia e tyre lidhet në mënyrë shumë moderne dhe është gjithë koka e zbuluar. Është gjithë koka e zbuluar dhe ti dallon dhe hiret femërore kur e shikon femrën, sepse janë me xhinse, janë me kështu. Është dhe një pjesë që vjen nga bota rurale, që është botë shumë e madhe atje, dhe bota e provincës, që kanë këto rrobat e mëdha. Madje përdoret edhe të themi edhe rrobat ku ti mbulohesh komplet. Por pjesa e qytetit, pjesa e kulturuar e mban shamin deri këtu. Është e tepruar sepse ti shikon sa del nga hapësira ajrore e Iranit, një pjesë e femrave heqin automatikisht këtë. Sepse ndryshe nga pjesa tjetër e islamit që ti nuk duhet ta ekspozosh femrën, ti e ke femrën e ekspozuar. Veç se prap kjo bota teokratike ka krijuar njësi brenda që duan të ruajnë forcën e shariatit, ligjit islam, dhe për shembull kishte polici femërore, e cila vërente, sidomos në aeroport, kur një individe kishte zbuluar këmbët e zëm deri te kërciri, ata bënin çmos që të mbulonin. Por se në vetvete, studentët më besoni që kanë një lloj lirie relative. Nga ajo çka kemi pa, këto njerëz morin dëshkime, Beni. Një pjesë po. Dhe dëshkime të rënda, siç që femna që e mytën me gur. Po ajo ishte zbuluar. Ajo zbuluar fare. Po. Dhe t'ju them dhe një element tjetër. U zbulua, a duhet mytet një njeri aq më tepër për ne jo. Grua me gur, Beni? Absolutisht është e tepruar. Kjo është barbari, jo barbari, po nuk gjehet fjalë. Kini parasysh, pjesa intelektuale në Iran dolën publikisht e mbrojtën. Keni vënë diçka zoti Demalia në Shqipëri, bën diçka zoti Berisha. Qoftë ndaj njerëzve të Partisë Demokratike, nuk kanë fuqi ke Partia Demokratike, thonë, jo zoti Berisha, nuk e vepruar mirë. Jemi vend demokratik. Më thuaj ke Partia Socialiste, del njëri ti thot zotit Rama, jo. Kritika që i bëre këtij nuk ishte mirë. Beni pak përpara, diskutuam të dy për një emision që isha sot. Ne jemi një shoqëri që vetëm duam të mburremi nëpërmjet gënjeshtrave dhe nuk kemi bë ballafaqim si shoqëri, që është një temë që e kemi diskutuar bashkë, po dhe nuk po ka arrit kuptoj dhe media, po dalin gjithë për t'tregu veten se ç'kan bërun,
që është pak e rëndësishme dhe nuk kemi bë asgjë të gjithë bashkë. Fakti që jemi këtu ku jemi dhe mas 35 vjetës diskutojmë ala komunizmin dhe dekomunizimin kur boda e shlyu këtë. Po pjesë e madhe e Europës Indore nuk merren më me këtë punë. I sqarun djona të fillim dhe hiku move on kur thojnë amerikanët, por siç thuhet që Erik Fromm thotë, nëse nuk mund ndërtosh një perspektivë, nëse nuk shef realitetin e tashëm dhe nuk ke kuptuar të shkuarën, nuk mund ngresh të ardhmen. Ne të shkuarën refuzojmë ta pranojmë sepse na djeg se jemi përgjegjës për shkuarën dhe mbi këtë shkuar kemi ndërtu këtë ardhmen bazë gënjeshtrash. Pra i them që po që e sollët ke kjo, kështu mendoj unë paktën, po nuk jemi shoqëri akoma që kemi arrit një shkallë civilizimi për të pranuar defektet tona që diskutuam përpara, krijojmë vetëm mite pa i gjuku realitetin shoqëror që me të mira me të këqija, të mirat e që bëjmë. Ndajmë vetëm me diçka me ju, zoti Demalia. Ne asnjëherë nuk kemi bërë civilizim dhe nuk do bëjmë dot se jemi vend i vogël. Mund të bëheshim qytetërim. Edhe ilirët për shembull. Ilirët nuk arritën dot të bëheshin civilizim. Por ishin qytetërim. Ke drejt, janë dy terma krejtërisht. Po qytetërim mund të bëheshin. Mund të bëhesh. Pra nuk kemi shoqëri që kemi hyrë në qytetërim akoma. Kemi qenë në ndikime shumë interesante. Për shembull, ndikimi italian, ndikimi latin, ndikimi grek, që nuk është ndikimi i vogël. Po qoftë ndikimi slav, aq sa çka qenë. Është e çuditshme. Kemi edhe një deformim të dinjitetit, ajo që thatë ju pak përpara, që përdorte Enver Hoxha këto kështu, nuk jemi shoqëri që reagojmë mrena grupet karshit keqës, qoftë edhe vetë si shoqëri se dolëm nga tema, jemi shoqëri shumë hipokrite, mendoj unë. Po, besoj nga që jemi të paplotësuar një pjesë. Ju mbani mend në kohën e komunizmit, disidenca bësh edhe nëpërmjet akteve shumë të vogla. Shumë të vogla, tash jemi të ati brezi. Kjo qoftë diçka ke pantallonat, po qoftë ato pucët e shtypme që tërhiqin si shapka, apo ose diçka. O jaka ngret me që e bëjshim kështu, domthon tregoj duke natyra aty që nuk ishin në uniformitetin e regjimit. Një pjesë kaq që është kërkuar që bëj diçka mos u fut në rresht. Do ta diskutojmë ditë tjetër këtë, se kjo është temë shumë interesante, kjo që thatë ju. Unë kam thënë një gjë tjetër. Ai ishte regjim shumë i ndyrë, por nuk ka ardhur njëri me të vurë revolën në kokë, që shkruaj këtë, bëj këtë për partinë, shkruaj dumet poezi për Stalinin, siç ka në shkrimtar të madh. Edhe këto që i kanë shërbyer regjimit që i ke sot dhe në politikë, si njëri se s'po përmend emra që vite na gjimojtë ke treni për shapka e për pantallon djona, po e them Tritan Sheo, e tjera që nuk shkojnë me morle, po kjo është temë tjetër, të vazhdojmë me Iranin sot se vazhdojmë. Ajo ka rëndësi për këtë moment. Beni, si mendon se do të reagojnë fqinjët dhe atë do të ketë një ndryshim të aleancave në dinamikat geopolitike në rajon? Një, dhe si do të reagojnë përfaqësuesit e Hezbollahut, Houthi dhe milicit e Irakut. Se këto janë jashtë kontrollit pushteteve, pra, dhe këto janë deklaruar që janë kundër Amerikës. Dhe këto mendoj nuk e kanë dash paqen as Izraelit në Palestinë, nuk duan as paqen mes Izraelit, Palestinës ose aq më keq Iranit dhe Amerikës. Po marr me pjesën institucionale, sepse Houthit dhe Hezbollahu akoma nuk bëhen dot përveç Hezbollahut që ka arritur një ngritje. Houthi janë pak të pamenaxhueshëm, se i tillësh nuk kanë një strukturë qeverisë. Ka lajme të mira nga Katari. Jo thjesht për mënyrën që ata u lajmëruan për sulmin, por nga mënyra se si Katari u përgjigj ndaj Iranit. Bëri një përgjigje shumë institucionale edhe për respektin e shtetit të vet, po e dyta nuk i hodhi benzin më shumë zjarrit. Edhe për aleancën me Shqipërinë. Edhe për aleancën. Ata kanë marrë përsipër prej vitesh të shërbejnë si negociator dhe Doha është një vend shumë interesant tash ku shkojnë që nga njerëzit e Afganistanit. Shkojnë njerëzit e Hamasit,
përfaqësuesit amerikanë që nuk i di askush kush negocion, përfaqësuesit e Iranit e tjerë. Ky është mesazh shumë i madh. Është vend shumë i vogël, po vend shumë potent për sa i përket diplomacisë. Me ka rol madh në Po. Lajmi i dytë i madh ishte mënyra se si Arabia Saudite, që prej kohësh nuk po e gjen dot gjuhën me Iranin, sepse kanë supremaci e para, ata kanë supremaci ekonomike, Arabia Saudite. atje. Po nga ana tjetër janë shumë të lidhur me Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe ata u treguan shumë të kujdesshëm, do menduan dhe u vendosën të baraz larguar dhe nga Izraeli dhe nga Irani. E para i duhet një lloj sigurie sepse Arabia Saudite ka filluar të hapet. Pa çka se ne dim që dhe ata janë problematik. Që vetëm të mendosh vrasjen që i bën atij gazetarit në Turqi është e paimagjinueshme. Dhe mua më vjen keq që nuk e përmendin individët. Ku është respektimi i demokracisë nga perëndimi me Arabinë Saudite dhe pse se kërkon llogari Arabi Ju e Saudite? dini që perëndimi ka kute të ndryshme për demokracinë dhe kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha se ajo e kemi Pra Serbinë këtu. morali ka rënë. Është çështje Absolutisht. interesash, si të kemi të qartë. Absolutisht. Bëri çudi të bëj një parantezë. Ju e Unë dini mendoj që edhe roli i organizmave ndërkombëtar ka rënë. OKB-ja nuk e Po. di është. është unë kthyer them- ojë që them Unë them është bosi i Bashkimit Profesionale të Rita Markos. Po ti arrite vlerat, po unë them që është ojë që si Vazhdo. është, sepse nuk e Ska, pyet se më. pyet më njërita nuk ka asnjë lloj force, asnjë lloj. Dhe forcat Houthi që morën përsipër të vazhdonin, këto orë nuk janë ndjerë. E para sepse duket nga Irani ka shkuar mesazhi që mos, dhe dyta e din që reagimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në tyre duhet katastrofal. Ka për t'i shuajtur, domethënë, dhe ka për ta bërë atë vend dhe provoi Shtetet e Bashkuara u treguan vendin. Dhe Hezbollahu i cili nuk është ndjerë. Duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mendojnë të paktën që Izraelin ta lirojnë nga shumë problematika, por se Izraeli nuk duhet vazhdojë më që të vrasi pafund Gaza. Është e paimagjinueshme. Ne nuk dim këto mjetet e propagandës më sepse thonë vazhdimisht që po vriten të ri, po vriten fëmijë dhe kur marrin atë. Për të luajt avokatin e djallit. Patjetër. Bene. Jam dakord. Ajo që ka po ndodh në Gaza është unë nuk ka provoj as terrorizmin, as mënyrën e jetesës, është tyrja le zgjedhin si den. Pa që po ndodh është, unë mund të them pa frikë, në shkallën e një genocidi, po vriten fëmijë, po Absolutisht. dhe ajo që do të ndodhi në të ardhmen është që ato fëmijë nuk do të rriten kur më me dashuri, do të kenë urrëtie patologjike me çaj, ti e di, ndriçimet e fëmijërisë, si thotë Freud, dhe njelën tru gjithkohës. Dhe kur të kanë zhduk babën, nonën hyn ke instiktet, e shtazës aty pastaj. Po. Por në anën tjetër, ky Izrael a ka drejt jetoj dhe po jeton në një rrethim që kanë platforma duke filluar dhe nga Irani, platforma që të zhduket Izraeli si shtet. Po. Pra në këtë drejtim, atëherë sigurisht reagimi instiktive të mbrojtjes do të bëjë gjithçka për qartë. pra unë nuk jam dakord dhe këtu duhet hyrë roli i fuqive të ndërkombëtare për të qetësuar gjendjen dhe jo për ta shfrytzuar për interesat e tyre, qoftë ekonomike, qoftë gjeopolitike. Se janë gjunof, popu janë nga dy krahët, edhe bombardimi i Izraelit. Unë kam qenë në Izrael, ju do të keni qenë. Jo, nuk kam qenë. S'ke qenë Izrael. një vend shumë i bukur që kam dëshirë të shkoj prap. Po, tash çfarë do të bëjnë këta? Se këta janë në një rrethim, tamam rrethim të tmerrshëm. Dhe ajo çka unë pash atje, kjo urrëtie nuk ndihet në Jeruzalem ku jetojnë bashkë kristian, katolik, ortodoks, musliman, aty është xhamia, aty është kisha, aty. Aksa, po. Keni shumë të drejtë, por Izraeli ka dalë jashtë kontrolleve dhe formës për të cilën u bë. U bë që të jetonin dy shtete dhe Palestina të njëjë si shtet. Ata jo vetëm që ajo gati Camp David me Arafat. Jo vetëm që te kaluan,
jo vetëm që nuk e lanë të marrin frymë, jo vetëm që e ndanë vendin në një mënyrë të tillë që ata nuk kanë lidhje, për shembull bregu West Bank me bregu perëndimor, rripën e Gazës. lartësitë Golan që janë te Gaza nuk kanë lidhje me njëra tjetër. Atëherë si mund të jetojë një Edhe ishte të merë, Dhe se janë kam qenë edhe zhvogluar, në West Bank edhe në atje janë xhepa, domethënë janë të izoluar dhe mizerabiliteti aty ishte të merë. Sa kaloj që pjesën e konfliktit pjesën izraelite, çdo gjë e rregullt e pastër. Kjo nuk mund të shkojë. Por nga ana tjetër ne dim shumë mirë që një investim nga fillimi për të ndryshuar pozicionin e Izraelit është gati pamundur. Dhe problemi më i madh që del sidomos për botën është mënyra se si do e shohë çështjen palestineze në të ardhmen. Prandaj mua më vjen kështu për Kosovën kur kujtoj që them ka qenë e bekuar nga Zoti që i dhan pavarësinë, ka qenë e bekuar nga Zoti që tashmë po bën rrugën. Ka qenë një moment që unë nuk besoj se do i vinë ndonjëherë. Ja. Dhe ne s'po justifikojmë, ha? Po, dhe këtë duhet mendojnë sidomos në Izrael dhe ka shumë mendje të ftohta atje që mendojnë jo për ta, po për fëmijët, për nipërit e tyre. Duhet marrin që këta duhet jetojnë. Dhe diçka që unë besoj mendje të ndritshme si janë mendjet e tyre, sepse një pjesë madh Nobel në fizik, në kimi, ata i marrin vazhdimisht. Kam qenë faqe për graduim në Universitetin e Jeruzalemit, është e shkruar thënia e Einsteinit. Pasuria jonë është eksportimi i trurit. Po, i dijes. Po, dhe është e tillë. Është fakt sepse e kanë gjithë, kontrollojnë Amerikë, kontrollojnë median. Është e tillë. Stock market. Është e tillë. Po. Dhe ekonominë. Po mendoj që dhe për shumë dekada të tjera, atyre do duhet Palestina e para sepse është kraj i lirë puna. E dyta, është një forcë e cila është forcë vitale. Dhe sa më shumë të kuptohet kjo pjesë mbijetese dhe të themi një pjesë bashkëjetese të dyve, aq më shumë jetë do ketë për Izraelin, aq më shumë mundësi do ketë edhe për Palestinën. Ka një rrugë që e keni kuptuar shumë mirë. Sa më shumë të japësh dritë për një vend, sa më shumë ta përmirësosh nga ana ekonomike, aq më shumë i bien të themi interesat parake që janë, që është mbijetesa, që është forca për të mbijetuar dhe tjera. Në qoftë se ti ke ushqimin, në qoftë se ti ke mundësinë të banosh diku, në qoftë se ti ke sigurinë, po ngjitem pak në piramidën e Maslow't, në qoftë se ti ke këto kategori që po ja kërkon gjithë bota t'i bëj Palestinës, detyrimisht do bjeri pjesa agresive e tyre që është pjesë e identitetit dhe është pjesë e mbijetesës. Ata duan një moral, sepse kanë moral historik mbi gjitha, ata kanë jetuar bashkë. Një paraardhësit e tyre me paraardhësit e hebrejve të sotëm. Dhe ti nuk mund ta neglizhosh. Anglia që e bëri këtë duhet mendonte shumë më tepër, sepse Anglia duam apo nuk duam, ne është vendi i cili gjithmonë projekton kufije. Edhe ne vetë jemi pjesë. Edhe Irani, po. Edhe Irani është pjesë, dhe Irani është, t'ju them dhe një element, Irani është shfrytzuar shumë nga forcat e perëndimit. Dhe ata janë koshient për këtë. Dhe unë besoj që Amerika duhet të ndërhydhe për këtë, që në bazë të interesave të veta, duke ngjallur këtë pjesën e bashkëpunimit që kanë pasur, t'u japi mundësi që të forcohen ekonomikisht. Sa më shumë të forcohen, teokracia e Ayatollahu që ka pasur edhe para 79-s, madje t'u them një element, një Ayatollah që ka qenë mbas viteve të luftës dytë botërore, ai ka qenë i pari që pakte interesin palestinez. Dhe pastaj në 79-ën Khomeini hypi edhe në fuqi. Dhe aty u prishën marrëdhëniet me Izraelin, përfundimisht dhe me Amerikën. Me Amerikën dhe Izraelin. Beni, solle një vëmendje për ngritur një pyetje interesante, që thatë që jetojnë paqe me nivelin e jetesës, dhe jam dakord. Por, po të shikojmë
të gjithë këto kriza që kanë prodhuar luftra, kanë sjell lëvizje masive migratore, që kanë ndryshuar demografinë vendet e Europës perëndimore. Po. Dhe kjo po sjell një lloj urrëtie brenda këtyre vendeve me Londra për shembull sot është 70% huaj. Qartë. Dhe ajo çka është shumë e rëndë është që këto lëvizje masive migratore refuzojnë që të integrohen me kulturën vendas e ku shkojnë. Po. Dhe tash unë po t'jem si vendas në Angli, unë ku shkoj në Angli, shkoj për të pa kulturën, natyrën, filozofinë e anglezëve. Do thush që bota po bëhet një, po jo që të transformosh përmysësh për masa. Kështu që do të jetë ky një problem tjetër në të ardhmen e Europë. Besoj po. Duke pas parasysh dhe krizën ekonomike që ka Europa. Besoj po është fashitur. Është fashitur sepse për herë të parë këtë treguan vendet e Europës lindore, vende që vinin nga komunizmi. Dhe që për herë të parë treguan atë që nazizmi përdori edhe si ideologji. Benim fal, mund të fusim një publicitet, se në duhet dhe publiciteti, se gati në fund jemi. Publicitet, Kantina Duka, me verën e njohur, tashmë, kemi të bardhën, Cabernet, kemi gjithashtu restorantin e bukur që është Bus Kodrave, me liqenin dhe po ngrihen dhe bujtinat. Kantina Duka ka shpërndar veten jo vetëm gjithë Shqipërinë, në Ballkan, por ka shkuar deri në Angli dhe shpejti pritet shkojnë në Amerikë. Zoti Andoni, si e shef situatën shtator? Tashmë Partia Demokratike apo opozita, po Partia Demokratike ajo është opozita, vazhdon ankimimet, zgjedhjet janë pandershme, në një kohë që zgjedhjet janë certifikuar edhe nga SBE Odiri, nga Komisioni i Zgjedhjeve. Në shtator krijohet parlamenti, njënë në anë këto thonë nuk i do t'i njohim këto zgjedhje. Vazhdon kënga e Kukuvajkës, sot më bëni përshtypje dhe një fjalë patetike e Albana Voksi në Parlamentin Evropian, gjë që ne e pam vetë televizor, jam kërcënu me familje, me vajze, ku i diun. A mendoni se do të kenë rezultat me këtë mënyrë që ka zgjedh Partia Demokratike? Jo, nuk e besoj dhe trishtimi më i madh është që shqiptarët nuk kanë një forcë me cilën të identifikohen në opozitë. Unë besoj ka shumë njerëz, besoj fusa dhe veten që e duam ndryshimin. E duam ndryshimin edhe krimin e një djathte. Më vjen keq që njerëzit që morën monopolin e të djathtes në vendin tonë janë njerëz që fillimisht nuk arrin ta kuptojnë, po e dyta që e degeneruan kuptimin e të djathtes shqiptare, që për hir të vërtetës edhe nga ana historike, nuk u bë asnjëherë e djathtë. E para, sepse një pjesë e tyre u munduan në shumë kohë që të shfrytëzonin resurset e vendit. E dyta, me pushtetet e tyre të shkonin shumë tepër dhe këtu kam njerëzit para luftës dytë botërore. Ata që morën pjesë në luftë e shpërbën e përdorën shumë keq një pjesë të djallëve, tim atë që ndodhi me komunizmin, ndërsa të djathtet mbas vitin 90, që shumë kanë ardhur nga mitra e komunizmit, më vjen keq e kanë degeneruar të djathtet në këtë moment që duket sikur është bërë tani nevoja e një apeli publik për ta ngritur një të djathtë. Si do të jetë dhe opozita?
dhe që duhet opozita. De facto, unë nuk mendoj që kemi opozitët. Po mendoja që për ta do ishte fati madh në qoftë se Edi Rama do të tregonte edhe nga ana ideologjike që është i djathtë, sepse Edi Rama po e drejton Shqipërinë si i djathtë. Por nuk është fati i tyre, duket që shumë njerëz të smajtës janë më shumë për shtetin se sa pjesa e të djathtës në thonjza, që në mendimin tim nuk janë fare djathtë. Gati është emergjencë kombëtare, bërje një të djathtë shqiptare, duke evokuar të djathtën historike shqiptare që burimet janë shumë të pakta. A mendon, burimet janë shumë të pakta, ke plotësisht drejt Beni, dhe e fundit për ta mbyll, a mendon se kjo Parti Demokratike mund të ngrehet në rrënojet e kësaj sot një djathtë? Nuk e besoj, nuk e besoj, sepse e para nuk arrin të shikojnë të kaluarën, nuk vlerësojnë të tashmen dhe nuk e duan të ardhmen. Nuk kanë perspektivë. Jo, nuk kanë vizion, sepse pikërisht nga këto dyja, ato akoma gënjejnë për tashmen. Qëmjesin darkë. Beni, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Biseda me ju.